Unë nuk shoh, a ju ka dhëna i ndihmë këtij populli sa i përket shëndetit mendor? Ani si jemi gjenerate mas luftës, është të tmerrshme për shkak se edhe kjo gjenerata rrit fëmijë, edhe ata fëmijë e bartin atë traumë, kështu që kjo shkon zinxhir. Prandaj u mendoj, përveç ata edhe familjet ku i gjykojmë për edukim, çish mundet me eduku një prind i cili ka gjithë këto trauma, një fëmijë si duhet. Kështu që u mendoj si ka shumë problem të madh. Këto politikat edhe strategjit e shtetit tonë për me mbështet shëndetin mendor edhe s'ka. Njerëzit edhe me dash nuk kanë ku drejtohen. Drejtohen te profesionistët, psikologët, të cilët shumica janë privat. Okej, po ata që nuk kanë, jo, përveç asaj, ata që kanë gjendje të rënda ekonomike ku e na jemi vend i varfër, kështu që edhe me dasht me jep ndihmën, nuk kanë ku e marrin. Përveç asaj, ju e dini shumë mirë si nuk po kontribuohet në zhvillimin ose në ndryshimin e mendësisë në raport me profesionistët e shëndetit mendor. Ka stigma, as nuk buan fushata, s'ka politika për me vedisu shoqërinë për rolin e profesionistëve të shëndetit mendor. Prandaj mendoj, më vjen shumë keq ka një populli jonë vërtet nuk ka faj, tu e marrë parasysh se politikanët janë pjesë e popullit tonë, mendoj se edhe ata kanë nevojë mas pari ata për profesionistë të shëndetit mendor, e pastaj e gjithë populli. Po, do të fillojmë. A ka pas raste ku jeni paragjykuar edhe vetë, ndoshta? Me mira. Me kon gazetarë dhe mos mu paragjyku është e pamundur. Po ndonjë rast ndoshta që ka mbetën mendje. Paragjykohesh mas pari për familjes, për rrethet tonë më të ngushtë, se mos dalim hiç më larg, se mos me të mejt hatri kështu, ti paragjykohesh për rrethet tonë familje. Ai tea, po mos sillte ditën rrugëve, as po ki tjera puna, do me thonë ki komente tilla. O femrat kanë njerë mire kanë disa aspekte, se do me thonë ti shkollohesh. Kur të thot, a ti po sillesh të ditëve rrugëve, menoj që filloj këshille. Kur të këshush me një anë, ti shkollon, bën jetë, ndjek universitet.